Ish-presidenti rus Dmitri Medvedev reagoi publikisht pas arrestimit të ish-presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro, duke e cilësuar operacionin amerikan si agresion të hapur dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Në një deklaratë të shpërndarë nga agjencia shtetërore ruse TASS, Medvedev akuzoi Shtetet e Bashkuara për përdorim selektiv të ligjit ndërkombëtar dhe për ndërhyrje direkte në punët e brendshme të një shteti sovran. Ai e përshkroi reagimin e vendeve evropiane si shembull tipik i standardeve të dyfishta, duke theksuar se të njëjtat shtete që heshtin për arrestimin e Maduros reagojnë ndryshe në raste të tjera ndërkombëtare. Në të njëjtën deklaratë, Medvedev ju drejtua presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke thënë se nuk duhet të ndihet i sigurt, pasi mandati i tij presidencial ka skaduar dhe shkarkimi i tij mund të ndodhë shumë shpejt. Pjesa më e fortë e reagimit erdhi në një koment që Medvedev ja drejtoi presidentit amerikan Donald Trump. Ai sugjeroi në mënyrë provokuese rrëmbimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz, të cilin e etiketoi si neonazist. Rrëmbimi i neonazistit Merz mund të ishte një kthesë e jashtëzakonshme në këtë karneval ngjarjesh, deklaroi Medvedev, duke përdorur një gjuhë që ka shkaktuar reagime të forta diplomatike. Sipas Medvedev, qëllimi real i operacionit amerikan në Venezuelë nuk lidhet me demokracinë apo të drejtat e njerëzit, por me kontrollin e rezervave të mëdha të naftës dhe burimeve të tjera fosile që zotëron ky vend. Deklarata e ish-presidentit rus tregon se arrestimi i Maduros ka tejkaluar kufijtë e Amerikës Latine dhe është ndërruar në një çështje përplasjesh të drejt për drejt mes fuqive të mëdha. Retorika e Medvedev sinjalizon për shkallëzimin e gjuhës politike dhe rritje të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve evropianë. Ngjarja po lexohet gjithnjë më shumë si pjesë e një konflikti global për influencë, burime energjetike dhe kontroll politik.